Mirëdita të dashur bashkëdhetar shqiptar kudo që ndodhin në botë. Unë po dalë si emergjësi për arsye se Tiranin e 35 vjetë të dashur shqiptar, minutat e fundit po dalën. Dashur shqiptar dhe ju demonstrues që keni gati 12 ditë që e bëni në mënyrë paqësore e paparë në historinë e Shqipërisë. Kanë dalë të rinj, të reja, student, intelektual, të moshuar dhe fëmijë foshnjor kanë dalë. Edi Rama, dashur bashkëdhetar shqiptar, ka një javë që përgatitet. Ka dërguar njerëz në demonstrat, njerëz të kotit, gjoja e organizojnë. Ajo është e organizuar, dashur shqiptar, tini të bindur. Është e organizuar nga ne, si qini në foto. Ne organizuam në Maqedoni studentët e Maqedonisë. Që gotë dashur bashkëdhetar shqiptar, kemi kohë dhe filluan dhe Shqipëri sot është data e 12 herë që po dalë. Kjo është emergjësi që po flasë gjithë kombit shqiptar, mirë mëngjes në Amerikë. Mirëdita shqiptarët Evropës e kudo që ndodhe në botë. Dita juaj që prisni për 35 vjetë erdhi. Erdhi dhe është në mes të Tiranisë. Është në duarën tuaj dashur shqiptar për të marrë frenën, për të marrë qeverinë e re, për të qenë kudo ambasador, për të treguar botës realitet. U dola, është emergjësi për arsye. Edi Rama e ka krijuar ka 2-3 ditë. Ka fotur dhe njerëz si që pat fotot që dëgjuar në dia s'është nevoja t'i përsërit. Që donin të deformonin demonstratën paqësore. Pra Edi Rama e ka krijuar për sonte dhe do t'jetë 100 metro larg demonstratëve që kanë 12 ditë që bëjnë, që kanë me qef dhe me dëshirë. Kanë dalë aty për arsye se kanë 35 vjetë. Fëmijët e tyre, prindrit e tyre vuajnë për bukë e gojës. Edi Rama, më dëgjon me kujdes. E di që ti dëgjon. E di ti që ne çfarë po bëjmë. Edi Rama, mos dil sot se do bëhesh pishman për të jetën tënde. Mos dil sot me hamajt që ke marrë, me spionët anti-shqiptar, të paguar nga serbët dhe nga grekët, të paguar nga ty, i ke marrë parat shqiptarve për 35 vjetë, që i ke mbushur shtëpinë vetëm me para e me flori. Djesën e shqiptarve, ti ke një javë që nuk je normal. Del në televizor dhe të shohim populli shqiptar dhe thonë, o Zot, ke pas kemi patur ne kryeministër. Pra ti e ke përgatitur. Unë po lajmëroj drejtore policisë që do ngelet një histori. Do ngelet një histori si një drejtor i 35 vjetëve që nuk ka patur kombi Shqipërisë. A ishtë familje patriotësh, edhe baba i ti ka qenë ushtarak. Pra, drejtor, planin që ka bërë Edi Rama, të dërgosh njerëz o pastofat civila, dhe në qoftë se Edi Rama vjen, ti, në emër të kombit shqiptar, në emër të atyre që janë vrarë me shekuj, në emër të atyre që komunistit vranë për 26 vjetë patriotë e Shqipërisë, në emër të burgosurve që ka patur Shqipëria, në emër të kampit të përgjithshëm që Shqipëria ishte bërë kamp me tela, duhet të arrestosh Edi Rama dhe t'ja lesh atyre të rinjve në dorë, ta heqën zvarë. Ai mendon se do bëj deformimin. Unë nuk kam thënë dashur shqiptar, Amerika është me ju. Shqiptarët janë me Amerikën. Kanë vojtur 46 vjetë në për intrenime, në për kooperativa, në për ferma, në për burgjet, sepse e donin Amerikën. Dhe e duan Amerikën. Kurse disa lamash, hardie. Sidomos disa që e nëzuar kokën e thanë jemi nga Berati. Dhe donin të dikin flamur Amerikës. Dikush erdhi aty dhe u tha, kë flamur doni? Flamur grek o sërb? Dashur shqiptar, ju do të shihni nesër
me qindra dhe mira flamur amerikanë dhe shqiptarë. Para nëse ne të fillojmë aty, dhe Skënderbeu, ku do ngrihet tavolina vetëm për folësi. Kush të ketë dëshirë ta nxjerrë atë të keqen që ka për 35 vjet. Të mini flamur amerikanë dhe shqiptarë janë me qindra dhe me mira. Të mëdhenjë të vegjël, flamur amerikanë dhe flamur shqiptarë, që t'i mbani në dorë, i tregoni botës dhe këty horrave për 35 vjet. Ka dalë Berisha ka 2 ditë. Televizorët e tij zgjenin. Berishës gjoja ishte hequr non grata. Unë po e paralajmëroj gjithë shqiptarët. Edhe djali presidentit tjetë, non grata nuk i qet. Kur ju do shini me shumë shpejt, do ketë me mira non grata. Non grata si bën as presidenti, as i biri presidentit. A i ka hallet e ti këto ditë. Të dashur shqiptar, si që thash, Amerika është me ju. Nuk ka rëndësi se kush senator është o kush president. Amerika është me program që kush shkruar 250 vjet më përpara. Programi i saj është shkruar dhe njerëzit që janë të padukshëm, që punojnë për atë komb, që janë të betuar, që mbrojnë kombin e bekuar të Amerikës, që kanë deshur gjithmonë të mbronin dhe kombin e Shqipërisë. Dashur shqiptar, i doli koka kryeministrit Izraelit, që ka vrarë fëmijë me dekada, që ka lënë jashtë për interesin e tij, për paratë e tij të vjedhur. Vetë Izraeli, që ne u themi qifut, gjuish, që janë punëtorë, që punojnë në Amerikë nga 7 ditë në javë, nga 2 punë, me punë veç çdo gjë. Punojnë për banka, punojnë për fabrika, hapën tregti çdo gjë, që janë punëtorë. Po më në fund, armiku i tyre më i madh është kryeministri i Izraelit. E kërkojnë që ta varën vetë populli, sepse, po të them, hapur fare, mbi 50% të Izraelit janë larguar. Nuk din ku të vënë. Ligji ndërkombëtar e ka dënuar 2 herë. Nuk e erdhi mirë. Kur presidenti i Amerikës tha që ne do bëjmë paqe me Iran. Ai u ngrit, ku është i fshehur, edhe ka hedhur vrerë për Amerikën, sepse a i donte që të eliminonte edhe Izraelin. Të dashur të Izraelit kudo qini, shumë njerëz që janë me kulturë amerikane dhe punojnë për Amerikën, për kombin Amerikës, që i njoh shumë njerëz, erdhi edhe dita juaj. Gjeni ku është, u takon ju. Jo, ku është dënuar për çështjen ndërkombëtare. Ju ta dënoni e ta gjeni e ta vani në mes të Izraelit. Që u ka dëmtuar kaq shumë. Pra e pa. Presidenti i Amerikës foli, tamam, që ne jemi me paqe e nuk jemi me Izraelin. Ai u tërbua ka 2 ditë, sidomos sot që në mëngjes. Të dashur shqiptar, u si që kam thënë, lufta e tretë shumë e hidhur. Po jo për shqiptarët, po jo për Kosovën, jo për Malin e Zi, jo për Maqedoninë e Aleksandrit. Shqipëria, u ka thënë Pilinçi, Shqipëria do bëhet me kufi natyrore. Është me orë dhe me minuta. Data 13 nesër. Është dita e çlirimit të Shqipërisë. Është dita e bashkimit. Nuk ka me socialist, demokrat, ballista o zogista. Ka kombi shqiptar. Është ky flamuri ka qenë në rrezik. Ky flamuri dashur shqiptar. Ky flamuri kombi shqiptar. Bashkoni. Propagandën nuk kanë coptuar. Kush me lecin
e kush me PSN, e kush me Sali Berishën. Shqiptar. Nesër, erdhi koha të takoni njeri me tjetrin, të takohet baba me birin, motra me vllain, komshia me komshin. Ju e shihni vetë. Ne e bëm në atë mënyrë, pavarësisht se shton anti-shqiptarët të paguar nga serbët e nga grekët. Bilinçi ka erdhur për të bashkuar familjen e Shqipërisë. Ta bëjmë një. Ne jemi një komp. Ne jemi një racë. Feja jonë është flamuri, pavarësisht se kemi 3 fe. Jemi musliman, por nuk jemi as turk dhe as arab. Unë u them të gjithë o xhallarëve të kenë kujdes. O xhallarët e Shqipërisë kanë qenë të veshur të thjeshtë. Të veshur të thjeshtë e të pastra, pavarësisht se ishin të varfër. Ata bënin çmos për të bërë pajtime në familje. Unë u them, gjithë krishterëve, priftinjve, priftin kanë patur një veshje tjetër, kanë ndihmuar Shqipërinë në shumë drejtime. Ne nuk kemi priftin, do me thënë krishterë e ortodoks, e grekut, e të sërbit. Ne jemi shqiptarë. Ne e dim fenë tonë qa fe kemi patur. Unë them gjithë katolikëve. Nuk kemi katolikë të Italisë. Italinë ne kemi krijuar për herë të parë katolizmin. E kam fjalën për Vatikanin. Aty ishte qendra. Aty ishte boshti i katolizmit të botës. 3 popët e parë shqiptarë. Shqiptarë. Nesër, unë përsi do dalë më 6. Nesër është ora e shpëtimit të Shqipërisë. E janë ati në tavolinë do e njerëz për të shpëndar flamurët, flamuri shqiptar, edhe flamuri amerikan, i mbani në dorë. Jo si shta njeri pardije, ta djegën flamur amerikan, ose një fytyre shëmtuar, një i quajtur avukat, një rrugaq, që doli para ambasadës amerikane, dhe bërtiste e i thoshtë ambasadët, ne jemi shumë, ka morë fytyrë, ytatë. Në Rusi ka bërë, ti e bolshevik, po të erdhi fundi e vdekjes, si ty janë me mirë, të dashur shqiptarë. Nesër, e sonte më falli, shkoni në demonstrat, si që keni shkuar gjithmonë, dhe të rrisni, Shqipëria e shqiptarve, jo vetëm të thoni, Burg Saliu e Burg Edi, janë me mira të Saliut, janë me mira të Edi Ramës. Unë i them të Spakut, kryetari Spakut që po thoj ka 4 muaj. Në tavolinë e tij i ka vajtur letë sot që në mëngjes. Kryetari Spakut, Brajm, mos merr mend. E ati kryetari të bashkisë, që është afër Beratit. I ke qenë në Berat prokuror. Merr shumë herë urdhër nga ai. Dhe i transportohet Edi Ramës. Nëse ti, po e them publikisht, kombi shqiptar e di, a e letra që të ka erdhur zyrtare, zbatohet sonte. A e letra që të ka erdhur zyrtare, për fletë të arrestimit që të arrestosh, qindra këlyshët që ka patur Sali Berisha, qindra këlyshët që ka patur Edi Rama. Ti nuk e më kohë. Koha jote. Më datën nesër, në 13, në orë 6 jemi ne. Nëse ju nuk arrestoni pare 6, i keni thyer 4 herë arrestat, letat e arrest, që të zhmush jo tavolina, po dhe raftet nuk i mbaj. E paguar nga Amerika. Amerika është një fjalë të themi shqip. Ai person që merr dollarin amerikan i ngelet në gërkët. Është vënë në shikim gjithë patriotët
e kam fjalën ata që punojnë për Amerikë, që mbroj komin Amerikës, dispozicion të Shqipërisë. Çdo natë vinë, më 12 natës. Shumë njerëz që janë në aeroport, që presin kur vinë avionët, e habiten si zbresën avionët, që të mbrojnë ju shqiptarë, që ju keni vojtur 46 vjet me regjim komunist dhe 35 vjet regjim më të hidhur, më hajdut, më pa shkollë, më ignorant, që janë shpërndarë në për televizor, të quajtur avokat, të quajtur gazetare analist, të quajtur që binë komende për t'i qeshur, së është e vëtje zemrat, po më dëgjojnë dhe i dim, u erdhi fundi. U erdhi fundi ju parazit. Shqiptarët e din që do të thotë parazit, që keni punuar si në kohën e në vetë keni qenë të rinj, pa shkollë, keni qenë që dëgjonit në për dritaret e në për pengjeret. Keni 35 vjetë që bën një galat, tallini me shqiptarët. Tallini me shqiptarët. Ju jeni pa shkollë, po ju erdhi fundi. Më mirë, dilni para se t'u arrestojnë. Dhe i thoni shqiptarëve, po, jemi tallur me ju. Kemi dashur të deformojmë kulturën e Shqipërisë. T'i bëjmë shqiptarën si në Hollandë. Apo, si ai, që është ambasadori i quajtur bes i Evropës. A i po më gjonë mua, e di fare mirë, kush jam unë. Këtu, është toka e Skënderbeut, e Teutës, e Aleksandrit dhe e Pirës. Këtu është toka e Eshtrave, që nuk i din familjet ku i kanë, pa mërësi se pasuritua kanë marë. Ik, ande nga ke erdhur, që si e kurkushën. Si Soreka që ishe bërpara, vodhi, erdi me fytyrë të palarë, si cigan i dopt, kocke lëkuri, themin e shqiptarë, u bu u fry si pul deti, si që i tha Edi Rama, që i tha njerit, ti e pul deti. Edhe më në fund e mori në punë, këta janë dashur shqiptarë, gjoja janë zënë e vritur, me lafe, dhe hanë e pinë aty në parlament gjakun e shqiptarëve, po do të paguaj. Kryetari i Spakut, lëviz sonte, drejtori i policisë, nëse planin që ka bërë Edi Rama në i dim, kam lidhur disa njerëz me pagesë shumë para, nga 100.000 personi, sepse ka biliona shqiptarë, këta horrat, të dy partive kryesore, atë janë satelitë e tyre, Sheu, Lapi, e Qorri, se që janë, të nuk bëhet më kooperativë, të nuk bëhet më, s'ka më komunizm. Është Amerika që e levinovi komunizmi. A mbani mend që bëhen disa terroristë, nga komunistë, me qenë se ra muri Berlinit janë kthyer në terrorizm. Nuk janë muslimanë që bëjnë terrorizm, po i paguajnë dhe ju thonë të kanë vrarë babën, motrën, xhaxhan, hapra, veri bombë. Janë nga terrorizmi ish blokut komunist, të lindjes. I ze me emër ju i dini me mirë se mua ju të rinë. Ju që keni i dalë jashtë, ju i dini të gjitha. Ju i të pregatitur për të bërë ministr, për të bërë kryetar bashkie, kryetar komune, për të bërë ambasador që t'i thoni botës, jo të flisni me telefon. A keni parë dashur shqiptar, këta rrugaq, shkojnë në parlament të veshur, luks, me ora nga 20.000, me çanta, të gratë, që nuk e din që do të thotë çanta, që pengojnë kur hynë, se nuk kanë veshur kur, sandalle me taka, si ajo, shalatania që erdi nga Greqia, në orën 12 të nasë, do të shkojë si do të jetë burgu i saj. Pra shqiptar, drejtori i policisë, sonte, i kujdes, dërgo, dhe nëse
Edi Rama i sjell ata horrët. Arrestohe, i ke zvarë. Amerika është me ty, ti e di fare mirë. Ti je me populli shqiptar. Ti e ke familjen nga patriotët e Labris. Edhe baba jot ka qenë ushtarak. Ka qenë Lushen, ka qenë Fier, kudo. Po ka mbajtur qëndrim të rregull. Ti do të ngelesh një histori. Sepse për 85 vjet po thuaj që në kohën e komunizmit deri më sot, të gjithë kanë qenë që çfarë thoshte Edi Rama e Berisha kanë bërë. Çfarë thoshte Nanua për Ahmet ishte i pirë, vepronte çdo gjë. Ju e dini fare mirë që Nanua ka shtypur personin, edhe nuk vajte i gjyq kurrë. Ju e dini mirë që kanë vrarë njerëz nëpër Shqipëri. Unë po i paralajmëroj të gjithë ata. Po shërgoj drejt në sytë, e më shërgoni në sytë. Mos dilni sonte që ka thënë Edi Rama. Para ti keni marrë, bashkoni me të rinjë. E i thoni Edi Ramës, do të heqëm zvarë. Ju jeni të rinjë. Ju nuk jeni as socialist, as gjë. Ju jeni shqiptar që kombi shqiptar. Qeveria që do shkoj shumë shpejt në mëzyra. Duan, s'duan, armi ton shekullor, Bilinqi po u flet sot si kryeministër i kombit të Shqipërisë. Do të thot, i kufive natyrore. Do të shihni nesër dashur bashkëdhetar, hartën e Shqipërisë që s'ka dalë deri më sot, pavarësisht se ne kemi varur këtu 4 metro me 2 metro. Do të shihni 6 metro me 2 metro. Hartën e Shqipërisë që ta mbajnë në dorë, që ta shikojnë që s'ka bërvaki do njëherë, e u them atyre ambasadave, qepeni, se ka shqiptarë tani. Qepeni se e pat bulevardin si u mbush e paparë një historinë e Shqipërisë. Si u mbush me fëmijë, pa marësi se ishën disa rrugaqë që s'din ku të vejnë tashi, sepse janë tërë të regjistruar. Edi, je 4 ditë që çmendur fare. Del si do një femër e Hollandës, jo e Shqipërisë, i merr të keqen Shqipërisë. Del si nga Hollanda. Si Lulizim Basha. E dërgovi Sorruaj Sorrolopës, Gjogji. E dërgovi. Harrovi të vinte në universitet, po vajti në për dansat e Hollandës. Shqiptar. Mbajnë me që u them. 1 centimetër nuk merr njëri nga tokë e Shqipërisë, që është e juaja. Nuk kam thënë disa, do fta qeshin dën buzë. Kemi ja 2-3 veta i dim kush janë, që thonë, i tallesh me ne nuk ne apartament. Shqiptar, që janë kulla në për qytetet e Shqipërisë, sidomos tu në Tiranin bolshevike. Nesër këthet emri. Do t'jenë, do këthejnë në apartamente. Të martojnë shqiptarët të rinj, që janë nga 20 vjeç, 35 vjet, s'kan dhoma. S'ka shtëpi, kurse horrat. Mizat e kalit, kanë vila, hotele, jo nesër. Është dita e fundit e nesme. Është dita e kombit të Shqipërisë që po vinë me mira e me qindër. Ne, të dashur shqiptar, unë ua thash që klikime, unë po i them regjizorit, që ta shohin vetë shqiptarët. Sa klikime kemi vetëm në YouTube, të regjistruara originale, mund ta gjej. Originale sa janë në Shqipëri, sa janë në Greqi, sa janë në Itali, sa janë në Amerikë. Klikimet originale ose këta që bëjmë falso. Si shqiptarët e duan Shqipërinë. Me bën pyetje disa gazetarë parmërëm. Dhe më thanë, kush ka zgjedhur ty, kryeministër? Unë jam emision të rjetër. E jam i kombi shqiptar. Do të shihni e vetë si janë. Sa veta janë që klikojnë për ne? Populli shqiptar, unë jam i popull. Nëse popull shqiptar, do një tjetër.
Akoma edhe unë do të firmos për tjetër. Por aman, ma e një mënd, që kanë qënë 35 vjetë, që kanë coptuar Shqipërinë, ne kemi në listë, ne kemi në foto, pret 35 vjetë deri më sot. Ashtu, si që kam foton e regjistrimin ku kam ertu më 90, më 23 nëntor, që kam folur televizori shqiptar. Ti kam dalë para popullit shqiptar në teatrin që ka bërë rusët, teatri Opran. Dhe kam thënë realitetin që aere janë të regjistruar dhe i djonit. Do vuani dashur shqiptar, nëse jini të zgjuar, ta shironi Shqipërinë. Nëse nuk jini, do vini gati të 30-40 vjetë. Edhe se muar pasuri, talqin në pasuri. Çdo njeri do ketë pasurit e ti dhe ekstra. Pra shqiptar, derisa ta nxjerr regjizori, unë jam këtu. Por, sot, i njoftoj të gjithë demonstrantët, që bëjnë demonstrat, që bëjnë me fëmijë në kraj, pash me sytë e mi. Shkoni të dashur shqiptar sonte. Shkoni të festoni të 12-ën. Të dashur shqiptar, ja pra, do të shihni të gjithë, të gjithë, ja pra shqiptar. 10.420.1.728 veta që klikojnë për shpresën e komit. Ne jemi parti, ne jemi shpresa e komit. Vetëm Shqipëria, 6.468.969 persona. Italia, 1 milion, Italia dashur shqiptar, për respekt të shqiptarve, po e përsërit e njëherë. Vetëm Shqipëria, 6.468.969 persona. Italia, 1.324.368 persona. Greqia, 824.234. Gjermania, dashur shqiptar, më falni, Amerika, 570.238. Amore, që u ka dërguar Saliu dhe Edi Rama ish oficer. Ju parazit që keni marë parat në Amerikë, keni vite, do të dalën në përhund. Këtu do i një llogari para shqiptarëve. Amerika është timja, Shqipëria është timja. Pra, s'kini ku vini, e në kim të vini, këtu do vini, kemi kondrat. Amerika, më falni që është do një fetar i thekur. Amerika është zoti në këtë botë. As ka nevojë as për ushtar. Pra, dashur shqiptar, shikoni dashur shqiptar, Amerikë, 570.234, po e përsërit. Pra, në Gjermani, 250.371. Në Britani, 14.232 veta. Po kus janë? Në Maqedoni, 116.724. Francë, të dashur shqiptar. Shqiptarët e din. Të lutem lere mos e lëviz. Ta shohin shqiptarët se kush është shpresa e kombit dhe se kush do tjetë e me shekujt e arshëm televizori TV Shpresa, që do tjetë burja e mbrojtja e kombit shqiptar e në shekujt e arshëm. Do tjetë e shqiptarve. Përsëri, dashur shqiptar, Spaku, si që thash, e din fare mirë, letra u ka vajtur zyrtare. Nga zyrtarisht, nga ta që binë kombet e botës, që mbrojt kombet.
fletë të arrestimit, drejtor, kryetari i SPAK-ut, Braj, sonte duhet të arrestosh. Të gjithë shqiptarët thonë ka 4 muaj dhe fle gjumë. Ne e dim. Mos dëgjo. Kryetari e bashkisë nuk po e them emrin. Afër Beratit. Ka kohë që është kryetari i bashkisë. Je purë. Edhe hiqet si macho. Ti do të ngelesh për 2 gjëra në histori. Për keq o për mirë. Nëse ti nuk i arreston, i ke majtur fletë të arrestimit më ja kohë. Unë të thash para ca ditëve që i ke fletë të arrestimit për 85 veta. Janë të Salës e janë të Edit. Që fletë të arrestimit janë me qindra dhe me mira, të quajtur analist e gazetar, që përhapën në për televizorit, që ne i dim që bën SPAK, që ata s'dinë asgjë. Pra, 2 gjëra ke bravo. Puna jote që ke bërë si prokuror që ke qenë Berat, e në Vlorë, e Tiranë. Shihet puna jote. Ajo gota që e nxore nga çanta e atë me ujë. Ajo kishte i qka për thëmë, por unë po them qa kishte për thëmë, një zero të madhe. Vepron, urgjent, që sonte, dërgoj të byros kombëtare, arreston ata që janë të Saliut e të Edi Ramës. Shqiptarët e mi, Saliu ka dalë sot, vajtje në parlament, dje, sot, ven me qef. Në ngrada nuk është hequr. Jo bilionat paguash, si që ka paguar, dhe një njëri që ka në një gjozi. Doli para ca kohë mi televizor, që e mbronte. Vajtje në demonstrat në New York, o demonstrosët shqiptarë, e njojnë lëkurën e njëri tjetër. I thanë, ik e mos ofru afër. Doli në Oga, i thonë televizori që është privat, e gazetari me përqoja zakonisht, i tha, Sali Berisha dhe Edi Rami ka caktuar Shqipërinë, ajo në burte. Po s'ka rëndësi kjo. Rëndësi ka sot, erdi fundi. Nuk ka më rëndësi për mizat e kalit, kanë përfunduar. Nuk ka më rëndësi për Shqipfolsit, çdo gjë është përfunduar. Rëndësia është sot, ke afat kryetari i SPAK-ut, të njoh fare mirë. Ke firmosur shumë herë gjëra, kur ke vajtë në Amerikë. Ashtu si ai i pari. Por ai i pari e bëri për të arrestuar Ballukun, kurse ju e ndaluat. Vazhdo, nëse ti nuk arreston para 6, orës 6 të nesme, ti do mbash përgjegjësi penale. Sepse paguesh në Amerika. Njoftimit ka erdhur. Ti je i SPAK-ut apo jo? Edhe quhesh bravo. Mbi emrin familjes. A e pe demonstratën dije? Disa rrugaç i vajtën ambasadës të Amerikës. Edhe për të isin të lexora në televizor, çfarë ke bërë ti? Pse si arrestove? Dhe e tha hapur ai këlysh i quajtur avokat. Një agent i Soros. Një parazit që s'ka punuar një ditë në Shqipëri. Një hajdut e mashtrus që ka bërë universitetin në Bruxelles. Është mashtrus. Çfarë bëre kur doli? E kemi në foto. E do ta shohë një fytyrën e tij? Atë avokatin para ambasadës amerikane? Në qoftë se ke regjizor mirë, qoftë se ke, mos e nxirr. Se shumë atë flasi. Ta shoj e një herë. Zoti bravo. A e shikon këtë fytyrë? Me organizimin e tij që s'kishte lidhje fare dhe shpuri para ambasadës time, para ambasadës
97% të shqiptarëve që i quhet Ambasada e Amerikës. Dhe foli, duke qeshur, e i tha, ambasada, o Amerikanë, ne jemi shumë se kaq. Pra ky rusi, ky agent, i kanë ngjarë teatrin, po i thonë një fjalë popullore të dashur shqiptar. Unë po ndygoj me këta, po unë baskon me këta. Si i themi një fjalë popullore labrit o gjithë Shqipëria. Këlyshi është mi hidhur se qeni. Ta u kanë coptuar, u kanë vjedhur dhe fytyrat e këtyre. Dhe ky kron të burret. Duk dua ta ze në gojë Ilir Metën. A i mbani mend si thoshte Beshar Kuli. Unë jam filani. Edhe ne kemi, edhe Rusia ka misla, bomba. Ja pra, ky vajti para ambasadës. Ja pra, kryetari Spakut. Çfarë bëre mbrëm? Që ky i shpuri njerëzit se ky organizon. Jo ai djali i ri. Ata e muan me qaf. Ja këta e muan me qaf. Ja 2 veta. Ky edhe një farë shpendi. Shpendi ai që doli më përpara në foto. Këta i përgatitin para ambasadës amerikane. Ti ishte para shtëpisë të Edi Ramës. Po ky është i Edi. Ky me rroga Edi, 3-4 rroga. Pra, të dashur shqiptar. Ky e uli autoritetin e Berishës. Para ca kohë, vajti me Berishën në atë pallat që kanë grabitur, që sot quhet PD, i mblodhi gjoja intelektual gjithë ignorantët dhe u ngrit një avokate që kishte familjen të përsekutuar dhe i tha, Altin, i folim në emër, Altin, të njoh, mos ma pri zërin, sepse a tha realitetin. A tha ju që ndurë atje, keni vjedhur Shqipërinë. Edhe ky ishte kryesori që autorizon të kush të fliste dhe sa të fliste. Shqiptar, përfundovi çdo gjë. Edi, të gjitha kusuret që ke patur, lahen sonte. Larg. Më mirë, lidhu, duar e kem e qëndro. Dhe jep llogari para Shqipërisë. Jo vetëm burg, jo hapsh llogari. Pavarësisht se këta thonë burg saliu. Jo. Do jep në llogari. Ne uruajmë që të shohin shqiptarët që kur të vini para gjyqit, të i thoni që keni bërë këti popull. E këqia që s'ja ka bërë as një shtet i botës, po të i llogariq luftrat. Pe 1000 vjet, atë që keni bërë ju shqiptarëve, që keni futur sherrin brenda në familje, keni ndarë djalin nga babaj, botrën nga vëllai. Lagjet i keni futur në sherr me atë 7500 erdhi fundi. Fjala e fundit për mua është për kryetare Spakut dhe byron kombëtare. Çfarë pritët kur e pat këtë fytyrë që hithë e vresh? A i keni dëgjuar të flasë ambasada e Amerikës? U thoshe gjithmonë kur bënde sala, edhe Edi Rama. Sa goma ka djegur Edi Rama. Hidhshim përmbi policinë. A e shikoni që se prek njeri policinë që është e organizuar, pavarësisht se janë futur këta kryma, po këta s'janë kurkushi. Ajo që u bë, parëmbrëm dashur shqiptar nga ky, që vajti para ambasadë, edhe Saliu vajti. Herën e fundit, demonstratën e fundit, kaloi atje. Ajo është ambasada e Amerikës, ajo është zemra që mbron kombin e Shqipërisë. E do Amerika Shqipërinë. Shqiptarë jeni të Amerikës. Spak gjeje ku është. Arrestohet në sy publikut. Dhe nëse drejtor edhe Spaku sonte në orën para orës 6 i the byros kombëtare që do quhet FBI-ja. Sonte para që më 4-5 në këtë orë, se po vete ora 5. Dil edhe arresto Edi Ramën, ki keni zvarë, sepse kërkon të vuti
Luft pallavrasje. Si në kohën e Mukaj, që balli kombëtar u mblodh bashkë me nacionalistat që më në fund të uqojtë komunist dhe u tha, të jemi bashkë. Të përzemar mbi ton shekullor italin, kush ta fitoi me Ladin Popovici me gjithë Mugoshën, Dushan Mugosha. E prishnë, sa filluan në Devol, kanë futur 7 veta në Xhimia Hoxha, të gjallë, a ditë të nesmen, në prishjen e Mukajt, të njëjtën këta, se bashku me Edi Ramën, duan që sonte të bëjnë diçka, durim ju të rinj, të shkoni 3 herë më tepër se që keni qenë dije e pardije. Dhe nëse policia nuk i arreston, do mbaj përgjegjësi penale dhe personale për çdo njeri. Edi Rama duhet hequr zvarr që kërkon luftë civil, se vajti qytet me qytet. Shkodra e përzuri, Vlora studente e përzur, kudo e kam përzën. E vajti edhe në Polonia, ku Teuta, shqiptarë, ju e se dini dofta të rinj, Teuta mbretëreshja e Shqipërisë, i përzuri italianët, edhe i la deri në qoshet, ku thot Apollonia e Fierit, ku është kampi i trajnimit që quhet shtyllës. Quhet shtyllës, sepse ishte një shtyllë që dikur me shekuj ka qëndet që lishin vapor. Edi Rama ke përfunduar. Nëse ti del sot, ti do mbash përgjegjësitë e 35 vite që kus ti s'ke qenë. Byroja kombëtare dilni sot. Spak, letrat që ke mbi dorë, po i shikon dhe tani, dil, arrestojnë tashi. Se në qoftë se ti nuk i arreston, deri nesër para 12-s, do mbash përgjegjësi penale kombëtare. Të dashur shqiptar, përsi do dalë special për të sqaruar në orën 6. Dilni me qindra dhe me mira sonte. Ejani nesër në orën 5 dhe deri të rrini deri kur keni dëshirë. Kemi lej, po u lajmëroj se hapa propaganda, nuk jemi si këta që s'marrin leje Edi Rama. Gjoja ka bërë një lutje të marri lej për në orën 6 sot. Ne kemi lej nga policia, nga qyteti, dhe nga tribun e vogël. Nuk do t'jetë si që kur e bëm para ca kohë. Ju lutem shqiptarëve. Shkoni, mini një flamur shqiptar e një flamur amerikan. Janë me qindra, e me mirë të me mira. Janë për ju, që ti mbani në përshpi dhe ta mbani mend datën 13. A di çdo thot data 13? 3 dhe 4 bashkoj bashk, qa ben? 4. Qift. Jo si këta palaço, që duan ta bëjnë Shqipërinë të martohet burr me burr, si që bëri ai Erion. E si që e do, ai shihni Edi Ramën si bën gjestet e Hollandës. Nuk ka Hollandë këtu. Këtu ka Shqipëri, rrof Shqipëria. Të rinj, dilni sonte, i tregoni Edi Ramës se ne nuk duam sherr me ju. Dhe o them, më dëgjoni ju të rinj që keni 2-3 ditë që u ka paguar Rama. Futini parat në xhep. Dhe e thoni Edi Ramës, ti anti-shqiptar, bashkoni me të rinj. Ta gëzoni sonte, kurse nesër duhet madhështore, do vinë nga gjithë bota në tokën e Shqipërisë. A here do të shihni ambasadën që do të dalin. Nuk delme, po kam thënë që ditën e parë, sepse e do rinin të dalin, të mbaj këto 2 flamur. E don ambasada që është Nensi, është një familje patrioti, një nga me intelektuale, e Gjerali do vi, ajo është shumë e fortë. Pra të dashur shqiptar, miru pafshim përsëri para orës 6, po thojmë 6, do dalim përsëri. E njëherë, mos bëni përpjekje durim, mos dëgjoni këto fytyra, por Spaku dhe Byroja Kombëtare, ky fytyrë i shpuri
demonstruesët para ambasadës amerikane, i dini vetë, i keni parë vetë. Ditën e mirë, dashur shqiptar, pavarësisht se po kalon ora, miru pafshim përsëri. Rrofsh Shqipëria jonë, rrofshin të rinjt, intelektualët, shpresa e kombit. Burgjet do hapen në të gjithë Evropën, do vinë në shtëpi. Burgjet do hapen këtu, i kanë mbushur burgjet plot për një dritë. Sepse, për të rregulluar një çati shtëpie. Miru pafshin, dashur shqiptar, rrofsh Shqipëria, por aman, ky liq është kushtetuta e Amerikës, është kanuni i Dugagjinit. Ky do të jetë e në shekujt e ardhshëm një liq dhe kjo hartë do të gëzoj kombi i Shqipërisë. Me kufi natyror do të shihni nesër që s'keni parë deri më sot 6 metro me 2 metra. Ti mbani në dorë. Miru pafshim shqiptarët e mi. Ta gëzoni ditën e nesme dhe Shqipëria lum ai që do rroj, e lum ai që do kënaqen e tokën e Shqipërisë, në hotele, në vila, në restoranta dhe këto televizorit që janë, sidomos Hysén Belli, të thash mbrëm, largoj se do bash përgjegjësi, jo vetëm personale, po dhe familjare. Ke 2 fëmijë, ke një vajzë, ke dhe një djalë. Demin po e bën në atë televizor, po nxjerr njerëzit si ky, çdo natë, dhe ai tjetri flet çdo natë në atë televizor. Ai shpendi. Ditën e mirë.